Ish kreu I burgjeve Agim Ismaili është paraqitur ditën e sotme në SPAK. Në këtë gjykatë zhvillohet sot shqyrtimi për prag ndaj tij dhe të bashkëpandeurve Zambak Gjoni e Arnold Rokaj, të akuzuar për një sulm kibernetik ndaj SPAK në formën e një grupi të strukturuar kriminal. Agim Ismaili akuzohet për përgjigjem të palikshëm të dhënave kompjuterike, grupi strukturuar kriminal dhe kryerja e veprave penale nga organizata kriminale, të dyshuara si të kryera në tentativën për akërimin e sistemit elektronik të SPAK. Sistemi kompjuterik I SPAK u sulmua më 12 mars dhe u zbulua disa ditë më vonë. SPAK bëri me dije më 3 prill se ishte vënë në shënjestër të një ndërhyrjeje të palikshme të adresave të emaileve të prokurorëve të posaçëm. Në njoftim, nënvizoi se nuk u arrit të ndërhyej në sistemin e brendshëm të strukturës së posaçme. Sipas SPAK, autorët ishin arritur të merrnin disa informacione, por pa mundur të sigurojnë akses në dosje hetimore. Sipas njoftimit të SPAK, u tentua të ndërhyet edhe në emailin e ish drejtuesit të prokurorisë së posaçme, Altin Dumani. Në hetimet e para u identifikuan si përgjegjës 2 persona të cilët u arrestuan, ish drejtori I paraburgimit të Vlorës Zambak Gjoni dhe ish punonjësi I Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit Arnold Rokaj. 2 të arrestuarit dyshohet se I kanë shpërndar të dhënat edhe tek persona të tjerë që po verifikohen për rolin e tyre në këtë ngjarje.